Nuk ka befasi. Ashtu si shpriti, shkëlqimi i Kosovës në judo erdhi edhe në kampionatin botror që u mbajt në Budapest. Me vetëm tregarues që u përfaqësua në këtë kampionat, Kosovës e erdhën 2 medalje. Me syrin e saj të shqiponës, Distria Krasniqi rrëmbeu medaljen e argjend, ku në gjysmëfinale triumfoi ndaj spanjolles Ariana Toros Seller, ndërsa për të artën u ndal nga japonezja Uta Abe. Medalje tjetër erdhi nga Laura Fazliu, e cila në kategorinë deri në 63 kg fitoi medaljen e bronzë. Pasi fitoi 3 luftra, Laura në ndeshjen vendimtare për të bronzën mposhti me Ipon Noana Silvan nga Brazili. Nuk ishte medalja për të cilën erdha, por jam e lumtur që mora bronzin sot, u shpreh Fazliu pasi rrëmbeu këtë medalje. Ndërsa, pa medalje në këtë botror mbeti judisti Akel Gjakova. Ai u ndal që në luftën e dytë, ku u mposht nga braziliani Daniel Kargin. U dëshmua që në ndrejtimin e trajnerit Driton Kuka e Majlinda Kelmendit, Kosova vazhdon t'i kontrollojë e mbizëtrojë zhvillimet në judon evropiane, por edhe në atë botrore.